Njoftoj se në bazë të nenit 95, paragrafit 3 të Kushtetutës, qeveria konsiderohet e zgjedhur nëse merr shumicën e votave të gjithë deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Me fjalë tjera, nevojiten së paku 61 vota për. Prandaj së Republikës Kosovës. Votojmë tash. Të nderuar kolegë deputet, konstatoj se me 56 vota për, 52 vota kundër dhe 4 abstenime, Kuvendi nuk e zgjodhi qeverinë e Republikës së Kosovës. Përgjithësia tani kalon sërish te presidentja, e cila pas konsultime me subjektet politike dhe brenda një afati prej 10 ditësh, ka mundësinë të emërojë kandidatin tjetër për kryeministër sipas së njëjtës procedurë. Të nderuar kolegë, të dashur qytetarë, këtu i mbyll punimet e kësaj seance të jashtëzakonshme. Faleminderit e shihemi në seancën e radhës.